Përshëndetje. Ka shumë e gjatë që nuk kam postuar një video, por arsyeja ka qenë sepse ka qenë një muaj pak i ngarkuar, por edhe një muaj sfidash. Të gjithë në këtë tokë, në këtë planet, mentor, njerëz të thjesht, njerëz që nuk merren me zhvillim personal, njerëz që janë me ngarkesë pune, me misione shumë të forta në këtë jetë, kanë sfida. Dhe ajo që unë dua të theksoj akoma më shumë është pse vijnë sfidat. Pra, pyetja është pse vijnë sfidat. Dhe cili është suksesi që ne këto sfida ti zgjidhim, sepse qëllimi kryesor në këtë jetë është që ne të jetojmë në harmoni, në paqe, në dashuri. Dhe kur vjen një sfidë, shumë njerëz viktimizohen. Pra, kërkojnë vëmendje nga mjedisi i jashtëm. Kërkojnë që të zgjidhet shumë shpejt. Nuk dëshirojnë ta mbajnë në trupin e tyre. Dhe presin me padurim që kjo lloj sfide madje edhe i gjykojnë sfidën pse erdhi. E gjykojnë përse erdhi. Dhe në të gjitha këto rastet, sfida bëhet akoma më e vështirë. Individët nuk përpiqen që ta zgjidhin, por në këtë rast ngarkohet. Kjo çështje ngarkohet akoma më shumë. Po përse ngarkohet kjo çështje akoma më shumë? Cila është arsyeja? Sepse sfida që vjen sipas le të themi një shprehje, se më kujtoa tani, e Rumit, që thotë kur një port sfidash ose vuajtjesh dhimbjes vjen, prit, sepse në portën tjetër është porta e suksesit. Ose, si thot Tony Robinson, që në gjendje pa rehatie vjen suksesi, ka zgjidhje. Edhe ideja është që si ta zgjidhim këtë sfidë. E para njerë duhet ta lejojmë dhe ta pranojmë sfidën. Ashtu si që presim miq në shtëpi që u themi mirë se erdhët, të njëjtën gjë i themi dhe sfidës, mirë se erdhe. Pra, sfidë qoftë shëndetësore, qoftë monetare, qoftë emocionale, çfarë do lloj sfide që të jetë. Mirë prite me shumë dashuri dhe me shumë buzëqeshje, sepse ajo sfidë të zgjodhi ty. Edhe të zgjodhi ty sepse të panjë si njeriu më të fuqishëm në këtë planet. Dhe se ka besim tek ty që ti do ta pranosh dhe do ta zgjidhësh në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe kjo sfidë ka një qëllim, ka një mision. Atëherë ky është suksesi. Ky është suksesi. Pra, të mos e kontrollosh sfidën, ta lejosh, ta pranosh me shumë dashuri, ti ndjesh ato valë emocionesh, mos t'i gjykosh, mos t'i analizosh, por thjesht ta ndjesh në çfarëdo lloj pjese të trupit që të jenë ato valë emocioni, thjesht lejoj, pranoj sepse ky është suksesi. Dhe më pas, kush është suksesi tjetër që duhet, hapi tjetër që duhet të bëjmë për të arritur tek suksesi final? Të durojmë dhe mos të presim rezultat të menjëhershëm. As në mëngjes, as në darkë, por rezultatin ta vizualizojmë, pa patur varësi nga i rezultat, pa patur varësi nga rezultati pa patur varësi nga rezultati se si do të vi në kur do të vi, si do të vi. Thjesht e vizualizojmë, e ndjejmë me zemër dhe e lejmë të lirë. Por misioni jonë më kryesor, e di cili është? Misioni jonë kryesor është që në një botë sfidash, ne të jetojmë në paqe, ne të jetojmë në harmoni, ne të jetojmë në dashuri, ne të jetojmë mes të bukurës dhe të shikojmë të bukurën në ato lloj sfidash që na është vendosur.
Dhe e përmenda e ceka pak më përpara që natyra e sfidave është shumë e ndryshme, madhësia është shumë e ndryshme, secili ka misionet e veta, nuk jemi ne ata që i definojmë përse më erdhi mua kjo sfidë, përse nuk më erdhi kjo tjetra, por, siç e thash më sigurisht, suksesi ynë më i madh është të pranojmë sfidën. Dhe pjesa e hapi tjetër është që ne duhet ta çlirojmë atë emocion, val emocionesh që ose emocion të shtypur, ose atë lëndim që është integruar në trupin tonë. Dhe si? Duke bërë teknika frymarrje, duke bërë meditime, duke shkruajtur, duke qenë mirënjohës jetës, duke falenderuar jetën për të gjitha gjërat që ti ke, për familjen që ti ke, për financat që ti ke, për këmbët që ti ecën, për sytë që ti shikon, për veshët që ti dëgjon, për shijen e ushqimit që ti ndjen, pra për miq që ti ke, për mundësinë për të bërë pushime, për mundësinë për të shkuar për të paguar seancat e tua, le të themi, në ritrite, në zhvillime personal, në mentorim, ku e di unë, çfarë falenderimet nga më të voglat e deri te më të mëdhajat. Dhe ti jesh falenderues dhe për natyrën, sepse natyra jonë është ushqyesi më kryesor. Nëse ne pa natyrën nuk do ekzistonim në këtë jetë. Por ne duhet jemi shumë mirënjohës, dhe ndoshta duhet ta bekojmë natyrën tonë, sepse kur ne e bekojmë natyrën tonë, ajo rritet, e bekojmë në krijimtari dhe natyra rritet, zhvillohet. Kështu që ky hap është shumë i rëndësishëm dhe vazhdon ditën tënde, ditën e sotërme, të nesërme, ditët në vazhdim, i vazhdon pa e ndjerë sfidën në trupin tënd. Pra, pa e ndjerë si dhimbje, pa e ndjerë si gjykim, thjesht e merr përdore dhe thjesht e di që është aty, por nuk e ndjen në sistemin tënd nervor më. Thjesht e lë dhe thua, le ta zgjidh një mendje më e madhe. Ja besoj. Ku le të vi në momentin e duhur për mua dhe për çdo tjetër, si të jetë më e mira. Dhe më beso që ajo zgjidhje do të vi. Më beso që ajo sfidë do të zgjidhet. Më beso që mrekullira ka në jetën tënde, sepse mrekullia je ti vetë. Sepse nëse ti beson që fuqia jote është brenda teje dhe ti e aktivizon, ajo ka për të ndodhur. Pra, në një shembull konkret, nëse ti je mërzitur, je zemëruar, je e inatosur, je xheloze, a zgjidh gjë? Ti ke bllokuar fuqinë tënde personale, fuqinë tënde shëruese. Dhe cili është suksesi? Siç e përmenda në hapin e mëparshëm, e lejon e pranon me shumë dashuri, e lejon, madje dhe e masazhon, për shembull nëse ndjen në mëlçi apo në mëlçi, në atë qendrën e tretë, e merr me dorën tënde të majtë dhe e ledhaton, dhe duke e ledhatuar i thua e lëshoj të ndjenjë mërzitje, e lëshoj të ndjenjë xhelozie, e lëshoj këtë frustrim. Dhe pasi e ke lëshuar, e ke masazhuar, po me ndjenjë, e lejon madje të aktivizohet fuqia jote personale, vetbesimi, fuqia jote shëruese. Dhe më beso se aty është fuqia më e madhe. Aty vjen energjia. Ti do jesh më energjizuar, do jesh më e fokusuar. Më beso që do kesh fuqi të bësh gjithçka, nuk do ndjesh as dhimbjen, nuk do ndjesh as sfidën. Nëse do kesh dhe një dhimbje fizike, nuk do ta ndjesh,
sepse ti ke aktivizuar fuqinë tënde personale, ke aktivizuar fuqinë tënde krijuese, ke aktivizuar fuqinë tënde shëruese. Dhe sfida jote është zgjitur. Ti ja dole. Më beso që ti ja dole. Ja dole, ki besim. Ndiqi këto hapat dhe jam e sigurt që do të bëj klik në mendjen tënde kjo video që ti do të dëgjosh. Dhe ky është procesi i çlirimit ose i zgjidhjes së sfidës. Ta lejosh ta pranosh dhe të transformohesh. Dhe kur ti transformohesh, suksesi ka ndodhur. Suksesi ka ndodhur. Dhe siç e përmenda më sipër, pak më përpara, ka qenë një periudhë sfidash për mua, këtë muaj në sakt, ka qenë një periudhë sfidash. Kam pasur shumë vizitor, sepse kur ka vizitor normalisht gjithë vëmendja nga e brendshmja kalon tek e jashtmja, energjia në brenda teje bie, pavarësisht se kënaqesh, argëtohesh, por shpesh trupi të thërret. Eja thot, eja më jep pak vëmendje. Por të gjitha gjërat nëse i bën me dashuri, asnjëherë nuk ka çështje që mund të pengojnë. Unë nuk i them kur probleme. Thjesht them çështje që mund, sepse çështjet hapen dhe mbyllen. Kjo është. Kështu që besoni në fuqinë tuaj, lejojeni, aktivizojeni, besojeni, pranojeni sfidat që vijnë, mos i gjykoni, lejojeni, pranojeni me shumë dashuri, veproni dhe pasi të keni vepruar, zgjidhja ka ndodhur. Por besoni tek fuqia juaj, ju jeni suksesi i zgjidhjes dhe jo më kot sfida ju zgjodhi ju. Ju përshëndes dhe ju dua shumë.